Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka njoftuar shtyrjen pa afat të mbledhjes së Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, e cila ishte planifikuar për këtë të mërkur. Shtyrja lidhet me vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese për një mas tjetër ndaj ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, e cila akuzohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera me vlerë qindra milion euro. Pas më shumë se një muaj e gjysmë më vonesash, mazhoranca socialiste kërkon kohë shtesë për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të Ballukut, duke shkelur praktikat dhe rregulloren e mëparshme parlamentare. Shtyrja e mbledhjes ka nxitur debate dhe akuza për zvarritje që mund të cënojnë procesin ligjor dhe kohët e parashikuara nga rregulloria për shqyrtimin e kërkesave të prokurorisë. Ekspertët e ligjit paralajmërojnë se kjo krijon një precedent të rrezikshëm, duke vendosur Kuvendin përballë kritikave për pengim të drejtësisë.